Një deklaratë e deputetit të listës Guzo, Fatos Gecit, në lidhje me UÇK-n e ish-presidentin Hashim Thaçi, kanë nxitur debate të ashpra nga opozita e pozita. Në një seancë të jashtëzakonshme për energjinë elektrike, deputeti Geci ka bërë një krahasim skandaloz duke e krahasuar Thaçin me të dënuarin me burgim të përjetshëm për vrasjen e bashkëshortës. Në fjalimin e tij, ai tha: "Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat." Nga kjo deklaratë u distancua kryeministri si dhe deputetët e vetëvendosjes. Por mos të ndalemi vetëm tek ky urim. Rikujtojmë se veç disa javë më parë në zemër të Prishtinës ka qenë ekspozita masakrat në Kosovë 1998-99, e cila është kritikuar nga disa të mbjetuar të luftës dhe figura publike për përmbajtjen e saj dhe mënyrën e prezantimit të materialeve. Organizatori i kësaj ekspozite, Shkëlzen Gashi, i cili më herët ka qenë edhe këshilltar i Kurtit, ishte dorëhequr nga ky rol pas rënditjes që kishin shkaktuar disa deklarata të tij ndaj UÇK-s, duke i quajtur edhe grupe kriminale. Po ashtu kujtojmë se ka qenë edhe një punim i bashkautori Dimal Basha nga një artikull që flet për ish-ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ky punim ka bërë bujë, ndërsa vetë Basha është distancuar nga çdo interpretim që bie ndesh me vlerat e UÇK-s, duke sqaruar publikisht qëndrimin e tij. E për fund mos të harrojmë që në vetëvendosje deputeti është bashkëshortja e Recep Selimit, i cili ndodhet në Hag dhe është në pritje të një vendimi gjyqësor.